Kosovë, toke bekuar, ti që shpirtin mandes flak. Në një kom që gjithmonë ka luftuar për të ekzistuar, për të ngritur zërin dhe për të qenë krenar, shpesh janë individët ata që bëhen simbol. Emra që te i kalojnë sportin dhe bëhen histori. Sot përmes këtij rrëfimi, lidhemi me një nga figurat më të çmuara të sportit shqiptar, Driton Kuka. Njeriu që nuk ndërtoi vetëm një ekip, por i ngjalli një federat, i dha kuptim një shprese dhe bëri që flamuri i Kosovës të valvitet atje ku askush nuk e kishte quar më parë. Në rrënjët e çdo suksesi të madh, fshihet një fëmijëri me ëndra. Dritoni nuk e kishte të lehtë, por e kishte të qartë, të luftonte. Jo vetëm për sport, por për nderin e kombit të vet. Dhe kështu nisi gjithçka, me një gishtë shprese, një judo të pastër dhe një zemër që digjej për Kosovën. Po të thëmë drejten, kur i mendoj medalet, ma shumë shkon mendja në sakrifica. Gjithmonë më kthen mbrapa në punën, në fillimet e para të sportistëve tanë, në gjithat rrugtim të vështirë, i cili përveç anës sportive dhe punës që kemi bë, na ka sfidu gjithmonë ajo mos mundësia e pjesëmarrjes. Do thotë ne jemi leju me marrë pjesë diku në vitin 2009 në garat zyrtare. Do të thonë, është desht me ju tregu botës që e kemi potencialin për me na kriju mundësin me marrë pjesë nga gara. Kështu që kur i mendoj medalet gjithmonë më kujtohet çaj rrugtimi i shkurt, edhe gjithmonë kam emocione të përzime, të mbushme me gëzime, me hidhrime, me lot, me sakrificë, me punë, por gjithmonë në fund buzëqeshja vjen. Kur i sheh të arriturat, kur i sheh sukseset, atëherë gjithçka te i kalon. Pas çdo fitore të madhe, fshihet një betejë e heshtur. Fjalët nuk thuhen gjithmonë, por ndjenjat, ato shpërthejnë. Ndonjëherë mes publikut, ndonjëherë në vetmi. Ka ndodhur shpesh, ndoshta edhe në publik, babën nuk e kam tash gjallë, ka ndru jetë. Ai më ka kritiku mas shumë ti mbas lojrave olimpike në Rio, tha burrat nuk qajnë. I thash është ndjenjë veçantë që se ke përjetu, thash baba jam nuk e din ç'është është, thash aty lot shkojnë vetvetiw. Normalisht gjithmonë ka, kur e kujton sakrificën, gjithmonë ka edhe lot gëzimi, edhe lot hidhrimi, edhe emocione të fuqishme, kështu që ka ndodhur me qa dhe vetëm, po edhe në publik, ato vetëm janë ndoshta pak më të fuqishme që evokojnë kujtimet ndryshme, evokojnë miq të mi të vrarë gjatë luftës, sakrificën e kombit tonë ndërshekuj, gjithçka më bjen mend, edhe mandej ajo më bën mu ma shumë krenar, edhe suksesin tonë e bën ma të fuqishëm. Në atë rrugë nuk kishte asgjë të lehtë, por kishte besim, kishte shpirt, kishte një njeri që nuk ndaloi kur. Po të mbon të Zoti të ri edhe një herë, besoj që do t'i lutesha që ma mundsoj të njëjtin rrugtim, njëjtat mundime, sakrifica për mi arrit gjitha këto rezultate. Unë po mendoj që historia jonë është e veçantë pikërisht për shkak të atij rrugtimi të vështirë, sepse në momentet caktuara kur krijohen kushtet edhe mundësitë ideale për mu arrit rezultatet kulminante, ndoshta gjithçka bëhet si një lloj standardi i sukseseve. Por rrugtimi ynë është i veçantë pikërisht për shkak të shumë probleme. Pikërisht pse në fillim na kanë pasur sikur diçka si do një ekip simpatik atje që po fola i trenerit të në pak palidhje nëpër media. Edhe pikërisht kjo më ka mbush inat, më ka mbush motiv, më ka mbush do të thot me e dhënë 100% tim. Me nxënësit e mi kemi kalu në për çdo sfidë, edhe faktikisht kur tash e shoh që na arrit 5 medalë olimpike, 3 të arta, edhe tash gjithçka tati mundimi të asaj sakrifice e shoh si një diçka, ma shumë e shoh si privilegj, se sa si mundim edhe rrugtimi jashtëzakonshëm i vështirë. Nuk fitohet me fjalë, as me mëshirë. Fitohet me gjak, me shpirt dhe me shpresë. Dhe në qendër të kësaj historie qëndron një emër, Majlinda Kelmendi. Në një tatami të bardhë,
Driton Kuka ka ngritur më shumë se një ekip, ka ngritur zërin e një kombi, ka ngritur shpresën për gjithë ata që besojnë në punë, në përkushtim dhe në zemrën shqiptare. Po, thënë drejtën, unë personalisht sportin e gjudës e njoh mirë, kom qenë potencial edhe si fëmijë edhe ndështë e kom dhunti pe i Zotit me e kuptu në thellë. Pjesa tjetër i takon punës që është zakonshme. Pioner i punës që është zakonshme, më thonë çmendur ka qenë Majlinda. Majlinda ka qenë lider i një ekipi që ka orë mrapa. Lider për shkak të sakrificës saj. Unë nuk njoh femër në botë që ka stërvit ma shumë se Majlinda. Unë nuk njoh femër në botë nga gjitha sportet që unë i përqedh, sidomos në sportin e judës që i ka thonë shpirti del në çdo stërvitje. Majlinda ka qenë e tillë. Në çdo stërvitje ajo e ka tejkalu veten. Besomni që në momente caktuar jam frigu për pulsin e saj, për intensitetin e stërvitjes saj. Ndonjëherë më ka desht me zvoglu stërvitjen sepse frigohesha mos eventualisht mundet me psu ndonjë sul në zemër, sa shumë ajo ka qenë në gjendje me bo sakrificë. Mandej këta që kanë orë mba saj e kanë pas modelin, rolin e saj, punën e saj e kanë pas qerzakonisht. Po e them me sinceritetin më të madh, nuk njoh vajzë në botë, në ndonjë sport që ka punu ma shumë se Majlinda. Kjo është realiteti. Driton Kuka nuk është vetëm trajner, është një mësues i jetës, një frymëzim, një dritë që ndriçon dhe kur rënimi i kohës mundohet ta zbehë. Ai është krenaria e një kombi që nuk u gjinjëzua dhe shembulli më i pastër se kur lufton për atë dhe përkushtimi bëhet i pavdekshëm.